Pozicioni i meditimit, siç e kam thënë dhe në videot e tjera, duhet jetë i rehatshëm. Pra, mundohuni të vendosni një jastëk mbrapa, shtyllës kurrizore, po nuk i lidhni dot këmbët kryq, lërni të shtrira. Pra, sa më shumë të rehatshme të jeni, të rehatshëm, se ky meditim nuk është vetëm për femra, është dhe për meshkuj, është për të gjithë moshat. Që nga mosha 10 derisa mbyll syt, të qenurit në të tashmen është ajo që ne na bën prezent në jetën tonë. Pra, siç e thash edhe një herë, qëndrimi është gjëja kryesore. Dhe pasi jeni ulur në këtë qëndrim kaq të bukur, filloni tani të mbyllni syt dhe të toksohesh. Toksimi është gjëja kryesore jo. Pra ta ndjesh veten si kur je ulur në tokë. Toksoje në qendër. Pastaj mbyll syt dhe shiko gjithë aurën tënde. Shikoj me kujdes aurën tënde. Pasi e ke parë këtë aurë me kujdes, avash shikoj ngjyrat rreth vetes dhe vendos një lloj trëndafil rreth vetes tënde. Pastaj hidh ngjyrën të artë në mendjen tënde, në trupin tënd, shikoj një ngjyrë të artë që vjen nga lart poshtë. Dhe vendose këtë ngjyrë të artë në të gjithë trupin tënd, në mënyrë automatike. Imagjino tani një vijë të drejtë që e ke në mes të çakrave, një vijë e gjatë. Kjo quhet vija kohore dhe zgjatet si nga ana e majt dhe nga ana e djathtë. Pra zgjatet. Në njërin anë shikon një diell, në anën e majt, në anën tjetër e djathtë shikon një diell. Vendose këtë në çakrën e parë. Çakra poshtë tek ana seksuale, pra te pjesa e mitrës, te pjesa e poshtme e jona. Duke vënë këtë vijë aty, qëndro aty dhe vëzhgo diellin që vjen majtas, djathtas, majtas, djathtas, vëzhgoje, deri sa pastron këtë pjesë komplet, majtas, djathtas, dhe qëndron aty dhe rres ato. Merë frymë thellë dhe nxirë jashtë. Duke nxjerrë çdo gjë e kaluara juaj. Avash. Vendosim këtë diell në qendër dhe pastrohet e kaluara dhe e ardhmja. Dhe rrezaton dielli aty. Tani imagjinoni diellin të ndarë në 2 pjesë, e cila shkon nga njëra anë e majt e kaluara në anën e djathtë në të ardhmen. Ke pastruar shumë mirë këtë çakër dhe ti qëndron në tashmë. Derisa ti të ndjesh që ky diell ka arritur në qendër të kësaj çakre dhe qëndro aty në prizëm. Ato sjellin një energji të mirë nga e kaluara dhe një energji të bukur në ardhmje dhe qëndron aty në të tashmen. Kur këto janë të dyja në qendër, të bashkuara,
ti merre këtë vijën kohore që vendosim te kjo çakrë dhe vendosim në çakrën e barkut, te pjesa emocionale, që quhet çakra e dytë. Me të dyja këto çakrat, në njëra anë dielli në të majtë, njëra anë në të djathtë, pastron njëri diell të kaluarën, pastron dielli tjetër të ardhmen. Ato të dyja vënë e vijnë dhe ti ndihesh në qendër. Derisa ti pastron këto të dyja, derisa ndjen që dielli bëhet një në mes të çakrës dhe bashkohet me çakrën e parë dielli në qendër, duke ndjerë një qenë të tashme. Avash kthehemi me këtë vit tek çakra e tretë. Pasi vim të çakra e tretë, ne avash marrim këtë vijën e drejtë, e çojmë të çakra e stomakut dhe aty avash shikojmë diellin në anën e majtë, diellin në anën e djathtë. Njëra herë vjen majtas, njëherë djathtas, duke pastruar të kaluarën dhe të ardhmen e kësaj çakre. Si që shikoni, ka një pastrim origjinal tuaj. Aty stomaku mund të ketë disa dhimbje, ju mos e vëni re, po ndjeni çakrën që dielli rrezaton në të dyja anët dhe ju qëndroni në qendër. Ndjeni të tre diellt në një vijë dhe ju në një dritar të rreth çakrave të treja poshtë, duke qenë qitë pjesa e toksimit në qendër. Merrni frymë thellë. Përsëri merrni frymë thellë. Vendoseni këtë vijën kohore te zemra. Çakra e zemrës, çakra shumë e fortë, ajo që di të vërtetën, por ajo që mban dhe mbar shumë gjëra e plagë, gjëra personale. Merrni frymë thellë, vendoseni këtë vijën kohore, diellin majtas dhe diellin djathtas, duke ardhur majtas, djathtas, dhe avash njëra anë pastron të majtën diell, tjetra të djathtën, derisa ju e ndjeni diellin në qendër të zemrës, kur rrezaton dhe pastron gjithçka, duke ruajtur më të bukurat e të kaluarës, duke i hapur rrugë të ardhmes së begat pa shqetësi. Qëndroni te kjo çakër, ndjeni qitë diellin, ndjeni prezencën. Një frymë thellë dhe nxirreni jashtë. Me të njëjtën mënyrë shkojmë te çakra e frymarrjes, tek çakra e të folurit, te gryka. Kjo çakër është ku nuk I themi të vërtetën vetes. Vini këtë vijën kohore njëherë majtas, njëherë djathtas dhe shikoni diellin që vetë vjen një majtas, një djathtas, ka pastruar gjithë këtë vijën tuaj, gabimet, gënjeshtra që keni thënë vetes, dhe shëthemet që kemi folë, fjalët e këqija që kemi thënë. Gjitha këto krijojnë një
bllokim këtu dhe nuk na lejon të jetojmë të tashmë. Siç e ndjeni diellin prapë para. Shikoni që tani e keni diellin të pastruar tek që nga çakra e parë deri tek kryka juaj i bërë një diell i rrethuar me dritë art të qëndrojnë në të tashme. Shpërtjesi e paqe mrekulli. Vash a vash merrni frymë thellë dhe shkoni në syrin e tretë. Kështu quhet. Syri i tretë është intuita, është ajo që na lidh me të që shikojmë dhe nuk shikojmë. Merrni frymë thellë. Vendosni këtë vinë e gjatë njërë majtas, njërë djathtas, diellin. Shikojnë të vi vërtet duke pastruar gjithë këtë pjesë tuaj, mendimet, ngatrimet, gjitha. Dhe qëndroni në këtë moment. Derisa të ndjeni që ky diell është urrezaton gjithë syrin e tretë. Dhe hyni në të gjithë çakrat një. Merë frymë thellë dhe avash. Imagjinoni diellin në kokë lartë që rrezaton në të gjithë trupin, duke i bërë një vit të rreth vetes tuaj, aurës tuaj, dhe duke bërë si një kornizë rreth jush, duke pastruar të kaluarën dhe të hapur të ardhmen. Merrni frymë thellë. Qëndroni në këtë moment të prezencë për pak. Ndjeni diellin gjithandej, majtas djathtas në kokë me këtë vijë, dhe në të njëjtën kohë ndjeni këtë rrezatim të diellit dhe momentin e tashëm. Qëndroni në këtë moment derisa t'u them unë. Merrni frymë thellë. Hiqeni këtë vijën komplet të dritës me diell, këtë vijën kohore. Rrethojeni këtë vijë kohore me trëndafila rreth. Dhe këto trëndafila vendosni rreth aurës tuaj. Dhe merri me vete këtë ndjesi. Dhe sa herë që ju gjithë ditën nëse bëni në mëngjes, ndiheni të shpërndar
mund ta vendosni, ta regjistroni këtë, ta bëni në YouTube, ta downloadi, ta bëni shpesh ku jeni vetë. Me kufje dhe ta vazhdoni ta bëni për të qëndruar në moment. Kur keni momente jo të këndshme, shkoni në një cep dhe bëheni këtë, do shikoni ndryshim të madh. Ju falenderoj shumë se më shkruani për këto eksperienca që keni dhe më besoni se do të ndjeheni shumë në të tashmen dhe do kuptoni se sa nuk jetojmë në të tashmen tonë. Ky është e problemi më kryesor. Atëherë edhe çakrat shpërqendrohen, edhe çakrat kanë në qendër dhe ne sëmuremi, krijon gjithë ato probleme. Këto meditime janë meditime të lehta, të thjeshta, të zbritura nga Pleiadia. Ju falenderoj shumë, më bëni subscribe, bëni share për njerëzit që doni. Meditimi është shërimi pa harxuar asnjë gjë. Thjesht kohën tuaj. Kohën po ta menaxhojmë në mënyrë të ditur, gjërat janë më të begata. Me shumë dashuri, Frida.